Miqtë Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do t'jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 për të përcjellë gjithçka do ndodh në kohë direkte. Në fakt, pasditia e djeshme ka qenë mjaft pozitive për Kosovën, ku zëvendës ministri i punëve të jashtme të diasporës në Kosovë, Kreshnik Ahmeti, ka bërë të ditur se është miratuar në Komitetin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës raporti i raportueses për Kosovën në Këshillin e Evropës Dora Bakojanis për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Sipas Ahmetit, ky opinion rekomandon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pa asnjë parakusht shtesë. Asnjë nga zotimet që duhet i marrë përsipër Kosova nuk kërkohet të realizohen para antarësimit. Madje, në pikën 11 thuhet qartë se zotimi duhet të adresohet pas antarësimit, theksoi ai. Zëvendës ministri i Kosovës ka njoftuar se të gjitha propozimet që të vendosen parakushte të reja janë refuzuar nga shumica e antarëve të komitetit, gjë që sipas tij tregon se Kosova duhet të bëhet antare në maj të këtij viti dhe parakushtet e saj do të ishin të padrejta.